Për më shumë se 25 vjet, shtrati i Drinit të Bardh në rajonin e Prizrenit është degraduar nga eskavatorët që nxjerrin zhavor në mënyrë të pakontrolluar. Sipas ekspertëve, dëmet janë kaq të mëdha saqë rikthimi i gjendjes natyrore vlerësohet i pamundur. Më 4 qershor, një ditë para ditës ndërkombëtare të mjedisit, policia arrestoi 17 persona dhe konfiskoi 38 mjete në vlerë prej rreth 2 milion eurosh, në një aksion që u vlerësua si etik nga aktivistët mjedisorë. Ka marrë shumë kohë, se rastet e tilla janë të sinjalizuar prej vitit 2016, po fatmirësisht në aspektin e krimeve mjedisore, neve na duhet një veprimtari e tillë e cila duhet të iniciohet nga organet kompetente. Kosova e pret ditën ndërkombëtare të mjedisit me sfida serioze mjedisore, që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Ndotja e ajrit mbetet problem i madh, kryesisht nga termocentralet e vjetra të Korporatës Energjetike të Kosovës dhe nga trafiku urban në qytete si Prishtina. Edhe toka dhe ujrat janë të ndotura, veçanërisht për shkak të mungesës së impianteve për trajtimin e ujrave të zeza dhe nxjerrjes së pakontrolluar të zhavorit nga lumenjt. Institucionet vlerësojnë se rreth 2000 hektar tokë përreth lumenjve janë degraduar. Sipas aktivistëve, ndotja që vjen nga ndërmarrje si Keku, Feronikeli dhe Sharcemi kërkon trajtim urgjent. Ndër shkaktarët kryesor janë edhe ndotësit e mëdhaj apo bizneset e mëdha. E këto janë rastet që neve na duhet përkrahja shumë e madhe e institucioneve tona, e sidomos e gjykatave, të cilat duhet të jenë më të përgatitura dhe duhet ta kenë më shumë parasysh që dëmet mjedisore, edhe pse nuk kanë shpesh vlerë ekonomike të trajtuara mjaftueshëm, kanë vlerë të caktuar të mirëqenies së qytetarëve. Një problem tjetër në Kosovë janë mbeturinat urbane që shpesh depozitohen në mënyrë të pakontrolluar. Ndërsa riciklimi në shkallë kombëtare është pothuajse i papërfillshëm, deponitë ekzistuese nuk i përmbushin standardet bazë sanitare. Një raport i vitit 2024 me titull Anketa botërore e rrezikut nga Lloyd's Register Foundation e listoi Kosovën si vendin e tretë në botë me nivelin më të ulët të ndarjes së mbeturinave në anëvisri. Por përderisa vazhdon degradimi i mjedisit, aktivistët paralajmërojnë se pa masa urgjente, ndotja do të ketë pasoja serioze për shëndetin e qytetarëve.